Dhe ju duke se manuali qëndron mi rregulloren. Është një lloj si të thosh ligji qëndron mi kushtetutën. Apo kodet qëndrojnë mi kushtetutën, apo ligjet qëndrojnë mi kodet. Është pa imagjinueshme që mund ta thoni një gjë të tillë. Ka një historik parlamentarizmi dhe nuk ka ndodhur kurrë që kur deputeti i opozicës apo majorancë ka dashur që të bëjnë pyetje atij ti mohohet e drejta e pyetjes. Dhe kjo është një drejtë e tyre fituar me kushtetutë, me rregullore dhe me gjithë historikun që ne kemi brenda këtij parlament me plus dhe minuse që ka. Ndaj dhe urdhri politik që ju keni marrë, është për të mbyllur gojen opozicës. Kjo është një gjë shumë e rëndë. Ju thatë edhe një frazë. Këtë e bëjmë, pasi hoqë dorë nga rregulloria dhe manuali, ju thatë që ne këtë e bëjmë për të mbrojtur shtetin. Po t'ishte Hannah Arendt, është një ndër filozofet më të veçanta të historisë të njerëzimit, ajo do thotë se pikërisht autoritarizmi fillon në këtë pikë. Kur pushteti flet për shtetin dhe shteti hesht nga friga. Tash do them një gjë nga eksperienca ime. Nuk ka ndodhur kurrë që kur organet të bazuara nga ligj apo nga kushtetutë kanë ardhur për të raportuar këtu dhe deputet kanë dashur për të bërë pyetje, kur nuk jashtë mohu e drejta e pyetjes. Dhe e fundit, njeriu vendos që edhe të ikë nga një karrik. Nëse ligji që detyron për të zbatuar bie në kundërshtim me vendimin politik të majorancës. Unë, zoti kryetar, kam votuar kundër prokurorëve të përgjithshëm të propozuar nga majoranca kur ishte kryetar e parlamentit. Dhe këto është Sali Berisha. Dhe të thonë se gënjej. Janë vendime të vështira, por janë vendime që njeriu i merr në bazë të ndërgjegjes. Ke vetëm një zgjidhje, rregulloren. Sa herë të rrshasësh nga rregulloria, këtu do ketë kaos. Zonja Spaiu.